Unë besoj më shumë që është më e lehtë, më e shpejt, më rezultative në kohë të shkurtër, në afat shkurtër, pra, që të rindërtohen dy partitë e mëdhaja, se sa të mbajnë shpresa në një afat gjatë se si do fuqizohen partitë e reja ose partitë e vogla. Edhe, si shta dhe Poli pak përpara, me pak presion ndërkombëtar dhe me pak presion nga vetë publiku për të parë gjërat që janë haptazi që nuk shkojnë më që duhet korrigjohen, dhe me vullnetin politik që do ja faturoj tash një BE-ja me grup kapitujt shumë që janë hapur, politika shqiptare mund të rindërtohet mbi bazë të disa vlerave, mbi një listë të shkurtër vlerash demokratike dhe për të cilat bien dakord të gjitha palët dhe për të respektuar. Ashtu e pam që partitë e reja, partitë e vogla nuk bën dot gjata, janë njerëz shumë simpatik, janë oratorë, janë të shkolluar mirë, por nuk ngjitet e publiku. Në publiku ngjiti më shumë fjala që mos e çoni votën dëm te partitë e vogla, po jep janë më mirë këtyre dy të mëdhenjve.